të rinj të cilët ndoshta kërkojnë të jenë pjesë një zinxhiri pak të vështirë, sepse kërkojnë një objektiv për të realizuar më shumë për të ardhmen e tyre, kërkojnë më shumë zhvillim, kërkojnë diçka ndryshe dhe të gjejnë veten e tyre se ku përshtaten më shumë në jetën e tyre. Për mua mbledhja sot më shumë e rëndësishme ishte një ide e konsoliduar nga Altisa Bilo, që kjo ditë duhet të respektohej duke bërë një mbledhje me shoqata të tjera dhe falenderoj shumë Altisën për idenë e krijimit të këtij aktiviteti dhe të kësaj mbledhje. Sigurisht edhe kur reflektohet nga iranianët të cilët kanë ardhur në Shqipëri, që janë vetë refugjat, por që në mënyrë të hapur nga sjellja e tyre dhe kontributi që japin për Shqipërinë, duket sikur tashmë janë bërë shqiptar me drita të barabarta me çdo shqiptar tjetër që ka lindur këtu. Jam shumë i lumtur kur shikoj edhe të huaj që tashmë ndjen veten si shqiptar, të krijojnë të tilla aktivitete, të japin ide, të japin sugjerime për të mbështetur dhe refugjat të tjerë që të ndihen këtu sikur janë në vendin e tyre. Përpara se të mbaj fjalën time, do doja të flisë në pikpamje ligjore ajo që është marrë me elementin kyç të refugjatëve në Shqipëri, që aktualisht bashkëpunon dhe me një studio ligjore dhe me avokat, zotin Plum Zallumi, që merret me veprimtari ligjore të lejeve të qëndrimit të këtyre refugjatëve në Shqipëri, sepse mendoj që veprimtaria ligjore është parimore dhe kryesore për të huajt këtu që të jenë me të drejta të plota qëndrimi. Dhe këtë sfidë ka nisur Ela Deda, e cila është kriminologe e shoqatës, dhe duaj që së pari ta mbaj fjalimin Ela dhe më pas të diskutojmë rreth kësaj teme. Faleminderit Aldo. Unë fillimisht dua t'ju uroj mirëseardhjen. Ja urova një herë, por që tani zyrtarisht. Jam shumë e lumtur sa herë ne zhvillojmë takime të ndryshme me individ, me personalitete, shoqata, por jo vetëm. Dhe dy fjalë do t'i kisha dhe unë patjetër për t'i prezantuar përpara jush. Atëherë, unë jam Ela Deda, kriminologe dhe bashkëpunëtore në shoqatën Nexhat Albania. Angazhimi im profesional konsiston në mbështetjen e procesit të integrimit ligjor dhe social të komunitetit iranian në Shqipëri, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Në kuadër të veprimtarisë sime, fokusohem në parandalimin e radikalizmit, identifikimin e formave të manipulimit ideologjik dhe kundërshtimin e veprimtarive me karakter ekstremist dhe terrorist, përfshirë strukturat e organizatës MEK, të cilat cënojnë sigurinë publike dhe liritë individuale. Ky angazhim synon forcimin e rendit ligjor, mbrojtjen e individit dhe ndërtimin e një mjedisi të sigurt, të integruar dhe të qëndrueshëm në shoqërinë shqiptare. Pra, ne si shoqata Nexhat jemi përpjekur që të ofrojmë mbështetjen maksimale si në aspektin social, ekonomik, atë ligjor, të këtyre anëtarëve iranian të cilët janë të larguar nga vendi i tyre, të dezertuar, të cilët kanë lënë kampin MEK, ku kanë qëndruar për vite të tëra, larg familjes, larg të dashurve të tyre, pa komunikuar, pa folur me ta, as në telefon, as në videokamera, domethënë pas një lloji mundësie komunikimi me të afërmit e tyre. Sikur se thash, jemi munduar që t'i ofrojmë mbështetje maksimale, por që është e pamjaftueshme, sepse vetëm ne nuk mund të bëjmë asgjë nëse nuk kemi një bashkëpunim me institucionet shqiptare, por jo vetëm, edhe me shoqërinë tonë. Pra ne si shoqëri do duhet i mirëpresim këta individ, i ofrojmë një ambient sa më të këndshëm, sa më të ngrohtë, familjar, duke ditur që dhe ne vetë si shoqëri e kemi këtë lloj plage. Shumë familje kanë antar të tyre që janë të larguar, kanë emigruar në vende të huaja. Unë vetë personalisht në familjen time kam vllajën tim, i cili jeton në Greqi, jeton në një vend të huaj dhe shpeshherë duke biseduar me të, duke folur me të, tregon problematika që ka hasur në fillimet e tij të paktën në vendin e huaj, sepse sado ngelesh i huaj, nëse ti nuk ke një përkraje nga ana e shoqërisë, një mbështetje pikërisht, atëherë gjithsesi do ta ndjesh atë mungesën e vendit, mungesën e të afërme, mungesën e shoqërisë, sepse shoqëria luan një rol kyç shumë parsor, shumë të rëndësishëm në jetën e çdo personi. Kështu që unë e përgëzoj shumë iniciativën tuaj që prej vitesh keni ndërmarrë shpesh aktivitete në kuadër të mbrojtjes së drejtave të emigrantëve,
Dhe uroj dhe shpresoj që kjo gjëja të vazhdoj së bashku me ne. Ju falenderoj. Faleminderit.